Edhe qytetarë cilët janë duke folur, ndjekim. Inshallah, minë o Zot. Inshallah, rëzojmë qeverinë. Qeverinë. Edhe fitojnë populli e vendi. Ka që kisha. Unë s'kam në një interes. Ndonjë problematik që haseni në përdishin? Unë personalisht jo. Unë kam harru kur kam dalë në pension. Çfarë pa kënaqësi e keni nga qeveria aktuale? Nga qeveria kam ato që vendosin me kokën e vetë për gjithë shka. Edhe për ta shit këtë vend. Edhe për ta poshtru këtë popull. Bravo, zonë. Ka që kisha. Zonë pa ju? Unë kam prej 90-s jam në Zvicër. Dhe gjithmonë kur ka pas protesta, jam mundu dal, nuk kam as një interes, pensionim ka dal 4.000 frank, por e shikoj që ky po merr vendime katastrofale, e shiti vendin. Është e tmerrshme, sigurisht. E shihni vendin tuaj që është transformuar? Si është transformuar? Mirë apo për keq? Për keq, sigurisht që për keq. Është për të ardhur keq për popullin shqiptar. Është për të ardhur keq. Vjen keq edhe për policinë që sillet në mënyrë arbute me njerëzit. Faleminderit. Mesazhe shumë të forta të dy zonjave në fakt që